Pikërisht për këto që ti spjegojmë pak më mirë, kam disa fotografi, shkojmë bashkë tek Ledi në mënyrë që ta kuptojnë edhe ndjekësit tonë ta shpjegimin e çdo problematike që gurt në veshka mund të shfaqen, sepse shpesh din me ka një dhimbje shumë e madhe. Luz Benartin fotografinë e parë me ma vendos. Me qëllim e kom marrë këtë fotografi sepse dhimbja ju çdo herë është e koncentruar me një vend. Kur janë gurt në veshk, ku dhem kryesisht? Cila është regioni që e dim si shenë? Nëse guri është në veshk edhe ka shkaktu obstruksion të veshkës, ka shkaktu ajtje të veshkës që ne e quajmë hidronefroz, dhimbta do të jetë mbrapa në shpinë në pjesën lumbale të anës që është guri, domthonë varësisht nga ana e djathtë apo e majta. Nëse guri do të jetë në kanalin urinar që quhet ureter, në pjesën e mesme të tij ose edhe në pjesën e poshtme, përveç dhimbjes në shpinë mundën të shfaqen edhe ankesat e tjera. Në këtë rast pacienti mundet me reflektuar si dhimbje të barkut, që shpesh herë për shembull vjen në diagnozë diferenciale me apendicitin akut, po në fakt ai nuk është apendicit, po është dhimbje për shkak të gurit. Tani pjesa tjetër është nëse guri është në pjesën disale të ureterit, ankesa do të jenë dizurike. Çka i bën kjo? Kjo i bën ankesa sikur me pas infeksion urinar. Domethënë urinim të shpesh, djegësim gjatë urinimit, dhimbje gjatë urinimit, urgjencë për të urinuar, ndjesinë sikur nuk po e zbraz mjaftueshëm urinën. Domethënë ankesat i ngjasojnë një infeksionit urinar, por që në fakt është për arsyen se guri është në pjesën disale ose në pjesën përfundimtare të ureterit, edhe simptomat janë të ngjashme sikur me një infeksion. Pra, përveç dhimbjes në shpinë, dhimbjes së barkut, po edhe poshtë në pjesën disale ku shfaqen ankesat dizurike. Ndërkohë këto simptoma vinë duke u rrit me kalimin e kohës apo vinë sikur të befasishme ta themi se zakonisht nëse guri ka ra në kanal, tani këtu varet nga shumë shkaqe. E para mundet të jetë nëse guri është e një masie jo të madhe, po në dimensione më të vogla, ekziston mundësia mund të i kalu që kjo që ne quajmë qafa pillë ureterale, me ra më poshtë, madje ka raste kur guri vjen deri në pjesën distale. Kur vjen në pjesën distale, ureteri ka disa ngushtica fiziologjike, ti quajmë ato, edhe pamundësia që ti gurit me dalë në fshikjen urinare, hidronefroza ka me fillu prej gurit. Pra, ndoshta guri ka mujt me ra para 1 apo 2 javë, dhe ajtja e veshkës fillon nga ureteri poshtë, duke nalë, edhe dhimbta ka mu shfaq në momentin kur ushtoj veshka. A ndoshta guri ka ra para 1 javë ose para 2 javë ka ra, po gradualisht kanë fillu me konë simptomat. Por kjo është njëna prej aty në arsye sepse ne kur e diagnostikujmë edhe me anë të imazherisë, vrejmë që guri nuk është nalë, por guri është poshtë. Mirë, po dhimbta ka fillu në momentin që ushtoj veshka. Pastaj trajtohet dhe shërohet ajo pjesë. Po, patjetër.